Përshëndetje. Mirë se u gjej të dashur miq në këtë të shtunë, të cilën jam e sigurt ta zbukurojmë edhe më shumë me bisedën tonë, sepse kemi një temë shumë të bukur që kemi zgjedhur, edhe që do të flasim me panelistët tanë që do të vinë pas pak. Në fakt do të flasim për një fjalë e cila dëgohet shpesh të përmendet, por pak ja din vërtet kuptimin. Është pikërisht ajo, empatia, e cila në fakt është një virtyt i jashtëzakonshëm për çdo që e ka, dhe kjo pa diskutim që është një vlerë e shtuar. Por sa e shohim empatin të shprehur, sa e shohim empatin të shfaqet nga njerëzit në ditët në cilat jetojmë sot. Në fakt, empatia është pikërisht ajo aftësia për të kuptuar tjetrin, për të ndjerë tjetrin me shpirt, jo thjesht me mendje, sepse është diçka që cilën thash edhe më herët, ne flasim, e themi, e diskutojmë, por sa e ndjejmë realisht empatin, sa ndalojmë ne përpara se të gjykojmë tjetrin, pra të ndalojmë, të mendojmë, të përpiqemi të kuptojmë, sepse sjellja e tij është një sjellje e caktuar, apo fjalët që ai thot mund të kenë një arsye të caktuar, pra sa e bëjmë ne këtë përpara se të fillojmë dhe të gjykojmë menjëherë. Dhe në fakt ne sot do të flasim pra pikërisht për empatinë, e cila pyetja që vjen menjëherë në fakt dhe që lidhet me të është: a mësohet empatia, a edukohet empatia, a kultivohet empatia, apo lind bashkë me njeriu? Dhe sa ka vend për empatinë sot në botën në cilën jetojmë, ku ju e dini shumë mirë të gjithë se është një botë e cila në fakt shpërblen të fortin dhe jo atë të ndjeshmin. Kështu që është një temë shumë e bukur, duhet thënë, do ta diskutojmë me të ftuarit tanë, do të na rrëfejnë ndoshta historitë e tyre në të cilat ata mund të kenë ndjerë empati nga të tjerët, janë ata që kanë dhuruar empati, janë histori të ndryshme që vinë nga ata qoftë si individ, qoftë si prindër, qoftë si profesionist, kështu që le t'i prezantojmë pa humbur kohë dhe të fillojmë të flasim pastaj në studio për këtë temë kaq të bukur siç është empatia. Atëherë, le të presim, e para që vjen ajo është aktiviste e shoqërisë civile, drejtuese e rrjetit Barazi në Vendimarrje, Edlira Çepani. Presim. E dashur Edlira, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam sërish në studio, edhe më vjen mirë që të shikoj mirë. Faleminderit që je këtu me ne sot. Shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Të ftoj të ulesh, e dashur. Faleminderit. Vazhdojmë presim një tjetër të ftuar. Ai është punonjës social në profesion, vjen për të dytën herë në studion ton, Claudio Pulaha, e presim. Claudio, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Vazhdojmë presim të ftuarën tjetër, aktoren e njohur, Adelina Muça, e presim. Adelina, mirë se erdhe Adelina. Faleminderit shumë. Të ftoj të ulesh. Një tjetër mik të programit ton, gazetar, moderator, Bledi Strakosha. Bledi, mirë se erdhi dashur. Faleminderit që je këtu me ne. Të ftoj të ulesh. Dhe presim edhe, ajo është këshilluese, trajnere dhe coaching, Daniela Tako, e presim. Daniela, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu për herë të parë në studion time. Po, është kënaqësi e madhe për mua. Edhe për mua që të kam këtu. Falenderoj që je me ne. Ulemi, rahatohemi. Dhe do ta nisim në fakt bisedën për këtë temë, nuk e di, u pëlqeu tema kur e mësuat, është një temë shumë e bukur, duhet thënë. Flasim. Gjithsesi unë mendoj që është një zë më shumë për ta kujtuar që empatia është një vlerë e jashtëzakonshme që e bën botën më të mirë pa diskutim. E nisëm kështu, po le të vazhdojmë me insertin që kemi përgatitur, janë një grup pyetjesh që kemi bërë të intervistuarve të rastësishëm në kryeqytet, të dëgjojmë përgjigjet e tyre. Ndjekim. Shqiptarët, sa e vendosin veten në vend të një njeriu kur e shohin në vështirësi? Keq më vjen, po jam shqiptare dhe jemi popull i vështirë. Ka arsye, po të i shpjegosh historikisht, qysh kur ka ardhur Italia në vitet 48 para shekullit, që në 1500 vjet, lanë ato të tyret. Po kështu dhe Turqia që në 1400 asan që në 500 vjet, dhe akoma më keq, regjimet që kanë qenë në Shqipëri. Shqiptarët janë shumë empatik. Jashtëzakonisht shumë. Pavarësisht se rrethanat e bëjnë që her pas here duken jo të tillë, sepse kur ke halli personal fatkeqësisht mbulon një hall të një personi tjetër. Por në natyrë, më besoni që shqiptarët janë shumë empatik, ballkanët janë empatik, por shqiptarët shumë më shumë. Për mendimin tim, janë bërë më keq se të huajt mendoj që s'kan lidhje me njëri tjetrin fare. Veç po i pati shoqërinë, ndryshe nuk të ndihmon kur s'është empatik fare. Shqiptarët janë empatik. Për t'i ndihmojnë sipas rrethanës që kanë. Nëse ato janë e bëjnë me shpirt e me çdo gjë ndihmojmë.
Kur nuk ke si ta ndihmosh edhe largohesh. Se vendosim fare në vështirësitë të tjetrit. Mendoj që pak, jo shumë. Shqiptarët janë jashtëmasi empatik, i bëjnë gjitha gjërat me zëmër dhe me shpirt të bardhë. Varet nga individi. Ka të individ me indiferent ose individ me mund ta themi me zemër të keqe, që s'duan të shohin një njeri më mirë se vetja. Mendime nga më të ndryshme, por në fakt, le ta sqarojmë një herë edhe për ta kuptuar, çfarë është empatia në fakt në vetvete? Është ajo aftësia për ta ndjerë dhimbjen e tjetrit apo thjesht për ta kuptuar atë? Ku qëndron ai kufiri mes këtyre të dyjave? Si mendon? Ka disa lloje empatish në fakt, megjithatë për ta përgjithësuar është të vihesh, siç themi në kohët moderne, në këpucët e tjetrit, ose në vendin e tjetrit, për ta ndjerë emocionalisht, për ta ndjerë dhe fizikisht ndonjëherë, do të thonë të përjetosh dhe ti qoftë edhe dhimbjen fizike ose smundje që po përjeton dikush dhe rrjedhimisht t'i gjendesh pranë. Ka lidhje... Pra, nga ndryshon, pra, ku ndahet nga ai që thjesht e kupton, po kuptoj problemin tënd, dhimbjen tënde. Përfshirja bën. Pikërisht, pra, ku qëndron ai kufiri mes tyre? Është një lidhje mes një personi dhe mes një tjetri, ku një person i caktuar e vendos veten në vendin e personit tjetër dhe mundohet që të kuptojë ndjesitë që ai ka. Dhe nuk është gjithmonë e lidhur me dhimbjen, sepse simpatia në një farë mënyre ka, domethënë, është e lidhur me dhimbjen, por empatia është ti të ndjesh atë çka ndjen tjetri, edhe nëse është e mirë, edhe nëse është e keqe. Dhe ka një gjë të cilën ne bëjmë shumë nisma për t'ia mësuar empatinë të rinjve dhe fëmijëve nëpër shkolla, sepse kjo është piknisja e të bërit të tyre më njerëzor, po edhe të parandaluarit të dhunës, të bullizmit dhe të shumë gjërave të tjera, edhe të ndikimit të respektit që ne kemi ndaj njëri tjetrit. Dhe ajo që kemi kuptuar gjatë gjithë kohës në cilën punojmë, është që empatia është një nga vlerat që mësohet. Thjesht her pas here ne kemi këtë problemin që nuk e njohim tamam se çfarë është, dhe e dim kështu me të shprehen që mirë do vendosim veten në kucët e tjetrit e tjerë, por realisht nuk ulemi ta kuptojmë se çfarë është dhe sa e rëndësishme është në çdo aspekt të jetës, sepse empatia në fund të ditës është një vlerë që na bën njerëzor. Absolutisht. Që në lindje, pra në marrëdhënie me njëri tjetrin, edhe marrëdhënia e prindrit me fëmijën, edhe marrëdhëniet në shoqëri, deri duke shkuar tek politika dhe vendimarrja, duhet patjetër që empatia të jetë pjesë e gjithë secilit. Pra, empatia mësohet dhe unë besoj që kjo e rëndësishme dhe duhet tekstuar dhe duhet kuptuar që ka shpresë në momentin që të gjithë e kemi në dorë për ta menaxhuar këtë situatë. Pra, qoftë prindërit, qoftë shkollat, qoftë ambienti, janë të gjithë që ndikojnë në formimin e empatisë, në ushqyerin e empatisë tek një individ që po rritet, apo jo? Kështu që të gjithë le të themi kontribuojmë në këtë pikë, pra jemi ne që e kemi në dorë të gjithën. Për të shtuar një element për atë çka Bledi po dhe Lira theksoi, që në momentin që dikush ndodhet në një situatë të caktuar, vendosja në pozicionin e ti të ndjerit se si unë do doja që dikush tjetër të silleshe apo të vepronte në të njëjtën mënyrë që unë do doja në momentin që unë do të isha në atë situatë. Që do të thotë në momentin, sepse Lira e theksoi pak, kemi fëmijë, por jo vetëm, që mund të jenë të bullizuar. A do doja unë, a do donte dikush tjetër që dikush të më bullizonte, të më dhunonte, të më ofendonte dhe gjithçka tjetër? Pa diskutim që jo. Si ndihet ai fëmia, si ndihet ai kolegu i punës, si ndihet ai komshiu apo miku në rrethin e ngushtë shoqëror, por dhe të gjerë, në momentin që ne e themi një fjalë pa u menduar se çfarë impakti do të ketë tek gjendja e tij emocionale, psikologjike, a do ta zëj gjumi tek e fundit në momentin që do shkoj në shtëpi dhe do thotë, "Ore, po pse ma tha mua ky këtë?" Edhe nëse kemi diçka që vërtet ne e konstatojmë te dikush, duhet të mendohemi dy herë përpara se të veprojmë, sepse në qoftë se nuk e ndihmojmë dot, të paktën ta kuptojmë për të mos e dëmtuar. Mos e lëndojmë. Nëse mundem të shtoj diçka, deri në moshën do të thoja edhe që pjesërisht empatia është e lindur.
Deri në moshën 4-5 vjeçare presupozohet që një fëmijë ta ketë të kuptuar, të përvetësuar deri diku pjesën e empatisë. Por është e lindur nga dhe quhen neuronet pasqyrë. Dhe nëse juve e keni vënë atë pastërtinë e fëmijëve, çiltërsinë e fëmijëve, kur shohin dikë që lëndohet, si qajnë, si ndërhyjnë, mos, pra edhe vetë fëmijët nuk e durojnë dot dhunën, edhe pse kanë tendenca që në moshat e kopshtit të jenë vetë të dhunshëm apo të mungojnë shumë empati në sjelljet e tyre. Por që të kuptosh, që ta plotësosh fjalën empati, personalisht do thosha nuk është vetëm të kuptosh se si ndihet tjetri, ta vësh veten në vendin e tjetrit, por siç tha Klaudio, duhet edhe të veprosh. Pra jo vetëm unë e kuptoj se çfarë problemi ke ti, por kaq. Unë e kuptoj dhe do përpiqem që ta bëj ta minimizoj sa më shumë një problem apo një ndikim të jashtëm prej asaj që ti je duke kaluar. Për shtypjen që nëse ti e ndjen, pra arrin të ndjeshmëria, rrjedhimisht vjen dhe veprimi, ose jo detyrimisht.